Dashur shikues të televizionit Dugagjini, përshpresoj se po shoqëroheni me emisionin Fundjavë. Tani është koha për rubrikën Rrëfime nga gratë të suksesshme, ku edhe sot kemi një rrëfim shumë të sinqert, i ndërtuar mbi sfida, kujtesë historike e njëkohësisht edhe këmbgulje. Artistja vizuale Emine Jetishi ndaj me një udhëtim në saj nga një ëndër për mjekësinë drejt artit, duke e kthyer pikturën në dëshmi të kohës dhe të historisë sonë. Bashkë me neve sot Emine Jetishi. Mirëseri dhe shumë kënaqësi të kemi sot në studio. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Si po ecin këto ditë për ty? Mirë, janë pak ditë ngarkuna me punë, me projekte të reja, të cilat presim që gradualisht me zhvillu pak ditë para se me u zhvillu. Do thotë vetë se je në proces, një punë që po përfundon. Si po shkojnë? Shumë mirë. Je e kënaqur deri tani me gjithçka? Për momentin shumë, nashta nuk e kom prit, po ka dhe ngarkesa, ka dhe pak fjalë dëshpëruese, po këmbëngulja edhe arrinat që dënë. Tregove që është ende në proces, kështu që po besoj që pak a shumë diçka mundesh me na zbulu se për çka bëhet fjalë, apo jo? Presëm gjatë intervistës. Gjatë intervistës ndërkohë, okej. Po fundjava si janë zakonisht për ty? Janë ngarkune, zakonisht më gjejnë duke skicu diçka, duke zhvillu ndonjë ide, ose duke planifiku ndonjë projekt të arshëm. Po kur jemi të kjo pjesa e skicave, planifikimit, je një person në përgjithësi në përditshmëri që i planifikon gjërat edhe në jetë të përditshme? Mundohesh kështu me i pas parasysh edhe vizualisht? Po, zakonisht jam shumë detajiste. Projekte zakonisht i planifikoj me muj para, ndoshta dhe me vite, edhe gradualisht me kalimin e mujve ajo projekti vetë se vazhdon të ndryshu. Nuk është se është projekti që shte ki planifiku një vit para. Ose ki me mësu diçka tjetër, ose ka me ndryshu, ose ka më bëjë çdo herë ma mirë. Ke durim në këtë proces që zgjat me muaj ndonjëherë edhe me vitet që sike? Durimi është primar, kështu që e kam parasysh durimin. Para se të flasim për këto projektet, aktivitetet e sotme, po të kthejmë së pari prapa në kohë tek fëmijëria e Eminës. Si e kujton atë periudhë të artë? Fëmijërinë e kujtoj shumë thjesht, si çdo fëmijë që ka pas ëndra edhe unë njëjtë kom pas. Cilat ishin ato? Njëna prej tyre ka qenë mjekësia. E kam vlerësu si një profesion fisnik, pasi që ka pas të bëj me shpëtimin dhe shërimin e njerëzve. Mirë po me kalimin e viteve, e kam pas talent edhe artin, mirë po artin e kom pas vetë si hobi. Do me thonë e kom planifiku si një profesion dytësur. Dhe me kalimin e kohës dol që me qenë primar. Po tregove që edhe mjekësia ka qenë një ndër ëndrat në atë kohë, si fëmijë ke pas njëjtën kohë talent edhe për artin në përgjithësi. E ke zhvillu edhe në atë kohë, e ke praktiku, të kujtojnë ndoshta si fëmijë se çka ke pëlqyer më shumë me vizatu, me skicu. Ke pas edhe atëherë një talent të tillë që e marr më shumë? Kur kam vazhdu me talent, do me thonë me hobin, me artin, e kom vëri që kur e kom kap lapsin apo brushën dur, e kom gjithë vetën atë. Do me thonë kam qenë më përqëndrune edhe kam qenë vetvetja. Mjekësia ka qenë ëndër e bukur për mu, edhe mirë po arti ka qenë taman identiteti em, aty ku e kom gjithë unë e vetën tem të vërtet. Tregove që pjesën e artit e ke pak a shumë të trashëguar edhe nga nëna, apo jo? Cilat ishin ndoshta ato komentet në atë kohë se me çka të vazhdonte Eminia edhe në vitet e studimeve, në cilën dek të kanë përkrahur ndoshta më shumë rrethi, familja, shoqëria? Kam qenë përkrahur në profesionet ndryshme, mirë po sa i përket profesionit pikturës, fillimisht përkrahjen më të madhe e kam pas prej nanës, ka qenë e vetmja që më ka përkrahur në këtë drejtë. Masni pasi që jam pranuar në fakultet edhe kam vazhdu studimet, e kam pas përkrahjen e të gjithëve. Po tregove që një ndër personat që të ka përkrahur më shumë ti ka qenë nëna. Komentet e tjerëve çfarë llojit ishin sa i përket artit në përgjithësi? Nuk ka punë, nuk më nëshmja dal, fjallë tilla, kështu. Të kanë dëshpëruar ndonjëherë, ke pas momente kur vetë se ke mendu me ndryshu
atë se çfarë të dëshiron me bënë të ardhmen? Shkaku i këtyre temi komenteve që i ke pas. Fjalët kanë qenë ndryshme, mirë po synimi jam ka qenë këmbgulja në ato që unë e du. Do me thonë fjalët e tyne më kanë dëshpëru, kritikat, gjithçka që më kanë thonë, po unë kom vazhdu në ato që e kom po vetën tem të vërtet edhe që e kom ndje që jam shumë e qetë. Edhe që moj me dal edhe me kontribu diçka shumë. Flasim pak edhe për ato vitet e studimeve, sa ishin sfiduese për ty si periudhë, si vite, derisa ndoshta e gjete vetën dhe gjithçka tjetër? Fillimisht unë si jam pranu në Universitetin e Prishtinës, ka qenë zhgënjem i madh, realisht edhe ka lëndu shumë si periudhë, mirë po kjo ka qenë edhe një pikë these që nëse mbyllet një dirë edhe nëse vjen një përgjigje negative për dikujt, nuk është se përcakton vlerën tonë si person apo si individ. Masni kam vazhdu studimet në Universitetin e Tetovës. Kjo fillimisht kanë qenë bisedat sinqarta me prindrit dhe me burrin e tezës Skënder Fazliu, të cilët gjatë bisedave e konstatun që rruga më e mirë për mu për me vazhdu ëndrrën tem është në Universitetin e Tetovës. Realisht unë atje u rrita si artiste edhe si person. Mësuva durimin, mësuva kërkimin, fituva besimin të vetja jem. Do me thonë gjithçka që sot unë e kam në karrierën time është rrugtime që e kam fillu në Universitetin e Tetovës. Pra pas ka qenë një kthesë e mirë, për shkak që tregove që mos pranimi në Universitetin e Prishtinës, ka qenë pak një lloj zhgënjimi për të një periudhë shkënjyse, apo jo? Po, do me thonë me këtë e kam mësu se kam fitu pak guxim edhe këmbgulje për me arrit ato që e danë, edhe se ju çdo kush që ta mbyll derën, mënët me ta mbyll edhe ëndrrën tënde. Mbyllet një derë, mirë po rruga është e hapur. Pastaj ato vitet e studimeve në Universitetin e Tetovës la ishte për kraja, sa ndoshta ke lëviz shpesh Tetov, Kosovë? Kam pas përkrahjet madhe prej gjithve, që ndoshta dhe nëse filloj me i cik me emra mund dhe me harru dika. Përkrahjen më të madhe në universitet e kam pas prej mentorit tim Ilirian Beqiri, i cili ka qenë edhe pika kryesore që më kam mbështet. Ka qenë mentor që njëjtën ku nuk të ka kufizu për me ndjek një rrugë nëse ti nuk e ke ndje, nëse nuk e ke pas zërin tënd unik brenda vetës. Edhe ka pas kritika prej ti, këshilla, gjë që sot këshillat e ti edhe suksesi jam e mon vullën e emrit tina. Pra ka qenë një mentor që në këtë rrugtim të ka ndihmu shumë dhe i rrit edhe profesionalisht si artiste, apo jo? Po. Ekspozitën e parë ke pas më 9 maj të vitit 2018. Kanë kalu vitet tashmë. Kanë kalu. Të kujtohen ato emocionet e asaj dite, për çfarë po i fjallin atë ekspozitë? Rrugtimi brenda vetës, fillimisht ishte edhe ekspozit kur s'u pranova në universitet, doja me bë diçka. E bona, e realizova edhe i shfaqa pikturat në mure. Kur i pash ishte pak e papritur, mirë po kur kishe vlerësime prej publikut atëherë ishte emocion, guxim, të njëjtën kohë edhe pak frikë. Sa të ka marrë kohë si ekspozit? Ishte pjesë ndoshta 2 vite, pasi që ndjekja një kurs edhe aty edhe përgatitesha. Po si e pasqyrove këtë rrugtimin e Eminës në atë periudhë? Me çfarë ngjyra, me çfarë? Ishte përzierje me vizatime, me piktura, do me thonë ndoshta atë dëshpërimin që e kom pas brenda vetës e shfaqa edhe aty. Po, kur jemi të kjo pjesa e shprehjes së emocioneve përmes ngjyrave, pikturës në përgjithësi, çfarë ngjyra preferon themi Eminia për këtë pjesën më të shpruese, më të mbyllur, për ditë jo më të mira dhe ato ditët më të bukura, ndoshta më të lumtura të saj, si do e shprehni në një pikturë? Për momentin i kam ngjyrat kuqe, të kaltër, do me thonë i kam ngjyra primare, të cilat luj edhe me nuanca tyne. Ndërsa nëse jam tepër shumë e lumtur, e kam ngjyra qelta, kryesisht pink, orange.
dverë, këto. Po, edhe në vitin 2025 e ke themelu një ekspozitë tradicionale, apo jo? Po. Si ka qenë? Viti 2025 ishte ekspozita tradicionale Çmimi William Walker. Kjo më karë si ide prej familjes, do me thonë unë jam rritë si fëmijë me rrëfimet luftës, prej babë që na ka mësu me dashtat dheun edhe me kontribu pa marrë parasysh profesionin që e ki. Ideja ime ishte gjatë studimeve, unë të njëjtën ku edhe studjaja, po edhe e mendoja se çka me kriju diçka, që në momentin që unë diplomaj, me dalë si një artiste që taman ka me më përfatsu. Edhe ideja jem ka qenë që unë artin tem me përfatsu me ja dediku historisë të popullit Kosovës. Do me thonë, Çmimi William Walker, vetë se unë jam edhe e shtimës edhe ka qenë dëshmitar i të vërtetës në Reçak, kështu që mendoj që ka qenë e duhura për me realizu diçka trashëgimtare, let ju mbet edhe brezave tashëm. Po si e ndjeve edhe në aspektin emocional, për shkak që të regove që je rrit me rrëfime të tilla në një zonë ku kam pa ngjarje nga më të ndryshmet, ka qenë vështirë për ty edhe emocionalisht? Sa i përket edicionit, në edicionin e parë jam përkra prej komunës Shtimës, përkatësisht prej drejtorisë për kulturin i dhe spart, ish drejtoreshës Albana Vazlio. Nuk ka qenë një shumë e madhe, vlerë 500 euro, gjë që nuk më ka mundësu asë shtypje në katalogave, mirë po kam pas edhe sponzor, Glesë Reklamën dhe Gazmend Ademaj, studion e Gazmend Ademaj. Mirë po vazhdova me këmbgulje, doja me realizu diçka, sepse e dija se çdo fillim është i vështirë. Pastaj, në edicionin e dytë, përkrahjen e kisha prej sponsorëve, kryesisht janë shumët edhe nuk moj me i cik me emrat të gjithë, dhe ishte vërtet edicioni dytë shumë i mirë. Në edicionin e parë, vizita ambasadorit ishte 10 ditë pas ekspozitës. Do me thonë, ekspozita ishte hopër ende. Ndërsa në edicionin e dytë, ai ishte prezent në fjale, bëri ndarjen e çmimeve, po të njëjtën kohë, ai e dërgoi edhe parathënien për katalog, gjë që parathënia për katalog ishte si vullë serioziteti i projektit, ishte një ndjenjë shumë e mirë. Ndërsa fjalimi pa dyshim që zëri një dëvërtetës, dëshmitari asaj kohe me mbajt fjalimin për artistat i jep edhe projektit një dimenzion shumë tjetër, edhe ka për shumë të madhe. Po e shohim edhe këtë fotografi, ka qenë vështirë ndoshta me rënë kontakt, ardhja e tij, ka pranu ftesën më njerë? Ftesa ka qenë ndoshta as 5 minuta është konfirmu. Nuk ka qenë edhe shumë e vështirë, po as e lehtë nuk ka qenë me rënë kontakt. Ishte mirë me sakrifiku pak për me arrit diçka. Se të ishin komentet e William Walker kur mori pjesë në edicionin? Ajo që befasoj ma shumë ishte mosha jam, si një vajzë e re që po krijoj diçka, dhe ishte përkrahje e madhe nga ana e tij. Nuk e kam prit, gjë që pak të njëjtën kohë u ndjesha dhe dëshpëruese si mos me u përkrah shumë prej komunës time, prej një dëshmitari që e ka ndryshu historinë e Kosovës me pas mbështetje shumë të madhe, ndoshta ndryshim i madh. Je dëshpëru pak a shumë në këtë pjesë, sa ndoshta kërkon arti në përgjithësi edhe në aspektin financiar mbështetje për me kriju një ekspozitë të tillë? Jo, asnjëherë. Pa marrë parasysh pse nuk jam përkrah, rrugtimi vazhdon. Vazhdon, ka njerëz që të përkrahen edhe pse jo. Ka qenë ekspozita e parë si artiste diplomuar, apo jo? Projekti parë ka qenë. Projekti parë, okej. Projekti parë si artiste diplomuar, gjë që do i mbetet brezave që vinë. Do ja trashëgoj dikujt. Po, pse zgjodhe pikërisht këtë rrugtimin tënd profesional ta nisësh me një projekt të tillë përkujtimor? Po, unë, si që cika më herët, jam rritë me rrëfimet luftës, edhe
ka qenë diçka që e kom dje pri brenda edhe është dosht me bo diçka. Diçka që e gjej veten, pasi që unë veten e kom gjej të kjo edhe e kom realizua dhe këtë. Një ekspozit që po besoj të lë gjithmonë edhe emocione dhe gjithçka tjetër të këti është edhe ekspozita Gjurmë në rrugën pa kthim, apo jo? Po, ekspozita është personale, Gjurmë në rrugën pa kthim, është mbajt me 30 dhjetor në ditën e veteranëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Ka qenë pak e inspirune prej babit, sepse ai ka dashur që unë me pas një kujtim për ditën e veteranëve. Njëtën ku e kemi pas edhe për urimin e librit të shukut babit, që kanë qenë ushtar bashkë të Zymer Kudra. Edhe kjo më shumë është fokusu në përgjithësi të historia e popullit të Kosovës. Do më thonë kam vazhdu me pikturat abstrakte, gjatë pikturimit në form abstrakte më ka leju me shpreh humbjen edhe të merrin e popullit të Kosovës në forma më të lehta, do me thonë mos me u fokusu shumë në realizëm. Mirë po të njëjtën ku kam pas emocione, ndonjëherë më ka ardhur me qajt, u dasht me qajt, po të njëjtën ku ka qenë edhe një farë çlirimi shpirtëror, sepse për vite me radhë të dëgju histori, sa i përket ekspozitës personale Gjurmë në rrugën pa kthim, unë jam inspiru tek romani Eskadronët e vdekjes të autorit Bardhyl Mahmuti, ku gjatë leximit librit edhe kam qajt, e paraftyrojsha do me thonë çdo faqe të librit se si ka mujt me ndodh, pasi që kum pa edhe fotografi. Jam konë në gjendjen tem emocionale shumë të rëndë, po gjatë pikturimit jam çliru mirë. E dashur për fund një mesazh për gjithë ata të rinj që po na ndjekin dhe kanë ato ëndrat e tyre sikurse Emilia dikur. Për të rinjt kisha dashur me ju thonë që besoni tek vetja juaj, ndiqni ëndrat e juaja dhe mos lejoni që asnjëherë zëri të tjerëve, zëri juaj i brendshëm apo zëri i dyshimeve që t'ju ndalë në rrugtimin që ju e planifikoni. Dashur, faleminderit shumë që gjete sot kohë të jesh pjesë e emisionin fundjavë, ishte shumë kënaqësi të kishim sot këto, shumë suksese dhe më të tjeshme. Faleminderit, kënaqësia ishte ime.